Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Partneri im më filmonte gjatë marrëdhënies dhe unë nuk dija gjë. Nuk e di saktësisht se kur nisi gjithçka. Ndoshta shumë më herët se sa ta kuptoja unë, por e di mirë se momenti kur e zbulova më shkatroi çdo ndjenjë sigurie që mendoja se kisha arritur. Unë dhe Timi ishim bashkë prej një viti. Ai duke njeriu i duhur, i qetë, i sjellshëm dhe shumë i kujdesshëm. Më bënte të ndihesha e zgjedhur, e dashur dhe me vetvlerësi. Çdo mëngjes më sillte kafe në shtrat dhe çdo mbrëmje më pufte ballin sikur të isha bekim për të. Ndoshta prandaj nuk dyshova kurrë tek ai. Një natë ndërsa ai ishte në dush, telefoni i Timit vibroi mbi komodin. Unë nuk jam tipi që kontrolloj, por ekranin e kishte përballë pasqyrës dhe aty u shfaq një njoftim. Videoa u ruajt me sukses. Një ikon kamere, një emër aplikacioni që nuk e kisha parë kurrë më parë. Më duket çuditshme, shumë e çuditshme. Mora telefonin dhe thjesht ndriçova ekranin. Nuk e hapa, nuk shkova më tej, por mjaftoi fakti që më sipër ishin 10 njoftime të ngjashme të datave dhe orëve të ndryshme. Në atë moment më pushtoi një ndjesi që nuk e kisha përjetuar ndonjëherë. Një ftohtësi që më ngriu stomakun, një lëkundje në gjunjë, sikur dhoma u errësua papritur. Kur Timi doli nga dushi, e ndjeva veten të pafuqishme që të përballesha me të. Ai qeshi, më përqafoi nga mbrapa dhe e ndjeva trupin të mpir në duart e tij. Ditën tjetër, ndërsa ai ishte në punë, mora guximin të hyja në apartamentin ton me sy të tjerë, me paranojë, me frikë dhe me dyshim. Fillova të kontrolloja çdo qoshe, çdo raft dhe çdo pajisje. Derisa e gjeta. Një vrim e vogël sa koka një copë letre në këndin e dhomës së gjumit, mes librave të vendosur me kujdes. Brenda ishte një mini kamër e fshehur, shumë e vogël, pothuajse e padukshme. E preka me gishta dhe më ran lotët. Një tjetër kamër ishte pas pasqyrës, një tjetër në llampën e tavolinës. Duart më dridheshin. Frymarrja më ishte bërleck. Çdo natë në atë dhomë erdhi si një kujtim i pist, një skenë ku unë nuk isha njeri, por thjesht një objekt. Kur Timi u kthye në shtëpi, nuk luajta teatër dhe nuk e fsheha më. E prisja ulur në divan me kamerën e vogël mbi tavolinë. "Çfarë është kjo, Timi?" pyeta me një zë që nuk ndihej mirë. Ai u zbe, nuk tha asnjë fjalë për disa sekonda, pastaj uli syt dhe nxori fjalin më absurde që mund të thoshte dikush. "Nuk është ashtu si duket." Qesha, një të qeshur e thartë dhe e hidhur. "Më ke regjistruar pa dieni, për muaj të tërë. Pse e ke bërë?" Ai nisi një histori të shtrëmbur se ishte vetëm për vete, se më donte, se ishte mënyra e tij për të ruajtur kujtime. Më premtoi se kurrë nuk i kishte treguar askujt. Por nuk e besova dhe nuk kisha pse ta besoja. Aty mbaroi gjithçka që unë kisha ndërtuar në mendjen time rreth tij. Ishte si të shikoja një maskë duke rënë, duke zbuluar dikë që nuk e kisha njohur kurrë. U largova atë natë, nuk mora asgjë me vete përveç çantës dhe telefonit. As pëlurën e krehur të jetës që kishim krijuar, as kujtimet dhe as arsyetimet. Ditët që pasuan ishin një ferri vërtet. Frikë se mos videot ishin shpërndar, frikë se mos do të përballesha me ndonjë surprizë tjetër më të errët, por në të njëjtën kohë ndjeva dhe çlirim. Çlirim sepse më në fund pash të vërtetën. Nëse ka një gjë që mësova nga historia ime është kjo. Nuk të tradhton vetëm një partner që të gënjen. Të tradhton ai që të vjedh privatësinë, trupin dhe dinjitetin kur ti i ke dhënë zemrën. Dhe kjo është më e dhimbshme se çdo gjë tjetër.